Mirëmëngjes miq. A keni dëgjuar që Bibla thotë se ai që bën rrëmuj në shtëpinë e vet do të trashëgojë erën? E pra ka njerëz që kalojnë gjithë jetën duke u përpjekur të ndërtojnë një shtëpi. Blejnë tokën, ngrenë muret, zgjedhin mobiljet, mbledhin pasuri. Por fjala e Zotit na kujton se mund të kesh ndërtuar shtëpinë dhe ndërkohë të kesh shkatruar familjen. Shtëpia ndërtohet me tulla, por familja ndërtohet me marrëdhënie, me dashuri, me përgjegjësimarrje. Edhe Solomoni përdori një shprehje tronditse. Ai tha, ai që bën rrëmuj në shtëpinë e vet do të trashëgojë erën. Çfarë metafore? Të trashëgosh erën do të thotë të mbërrish në fund dhe të zbulosh se megjithëse ke luftuar për shumë gjëra në jetë, në duar nuk të ka mbetur asgjë. Fjala shtëpi në meditimin biblik nuk nënkupton vetëm ndërtesën. Ajo përfshin familjen, brezat, trashëgimnin, emrin, marrëdhëniet. Prandaj rrëmuja më e rrezikshme nuk është ajo që gjendet mbi tavolinë, por është rrëmuja që krijohet në zemrat e njerëzve që jetojnë rreth kësaj tavoline. Ka burra që sillin para në shtëpi, por nuk sillin paqe. Ka gra dhe burra që kujdesen për imazhin e familjes përpara botës, ndërsa brenda mureve ka plagë që askush nuk i sheh. Ka prindër që u lën fëmijëve prona, por u lën gjithashtu kujtime të hidhura, dhimbje. Dhe këtu qëndron tragjedia. Mund t'u lësh fëmijëve një shtëpi të madhe dhe një zemër të plagosur. Mund t'u lësh atyre një llogari bankare, një fëmijëri që do të përpiqen ta shërojnë gjithë jetën nga ana tjetër. Mund t'u lësh fëmijëve tokë, apartamente, pasuri, por të mos u kesh lënë atë që kishin më shumë nevojë të marrin prej teje, dashurinë, sigurinë, praninë dhe besimin. Kjo është çështja për cilën duhet bëni kujdes. Atëherë njeriu trashëgon erën, sepse era nuk mbetet në duar, nuk ndërtohet mbi të, nuk u lihet brezave. Miqtë e mi, pyetja sot nuk është vetëm çfarë po ndërtoj për familjen time. Pyetja më e rëndësishme është diçka tjetër. Pyetja është çfarë po ndërtoj në familjen time, brenda saj, në jetën e fëmijëve të mi, në marrëdhënie me bashkëshorten time. Sepse mund të jesh duke ndërtuar biznesin dhe duke humbur martesën. Jo pak njerëz kanë humbur martesat e tyre, ndërsa kanë qenë tërësisht të fokusuar në ndërtimin e biznesit. Mund të jesh duke ndërtuar karrierën dhe duke humbur fëmijët. Mund të jesh duke mbrojtur krenarinë tënde dhe duke shkatruar paqen, harmoninë e shtëpisë. Kështu ka betejë që ja vlen të humbasësh për të shpëtuar familjen. Ka fjalë që është më mirë të mos i thuash, mos i kesh dëgjuar ndonjëherë. Ka debate ku nuk është e rëndësishme të dalësh ti fitimtar, sepse nëse fiton debatin, por humbet zemrën e bashkëshortes, nëse fiton argumentin, por humbet respektin e fëmijës, nëse fiton jashtë shtëpisë, por humbet gjithçka brenda saj, pyetja është çfarë ke fituar? Ke fituar asgjë më shumë se sa thjesht erën. Një ditë nuk do të mbetet me rëndësi sa e madhe është shtëpia jote, por do të ketë rëndësi çfarë lloj njerëzish dolën prej saj. Trashëgimia më e madhe nuk është ajo që fëmijët marrin nga duart tona, por ajo që marrin nga zemra jon, nga koha jon. Ky është investimi më i madh. Prandaj, para se të kërkojmë të ndërtojmë pasurinë, le të ndërtojmë paqen. Para se të ndërtojmë emrin ton, le të ndërtojmë njerëzit tan, sepse është tragjike të punosh gjithë jetën për t'u lënë fëmijëve gjithçka, por në fund i ke lënë vetëm erën. Miqtë e mi, me këto meditime dhe mendime në mendje dhe në zemër, ju ftoj që t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, në jep urtësi që të mos shkatrojmë me duart tona atë që ti na ke besuar. Na mëso të ndërtojmë paqen në shtëpinë tonë, të ruajmë zemrat e njerëzve tanë dhe të kuptojmë dhe të kujtojmë gjithmonë që familja është më e çmuar se krenaria, suksesi apo pasuria. Bëje shtëpinë time një vend ku dashuria jote të jetohet, falja të praktikohet dhe prania jote të nderohet. Dhe kur një ditë largohem nga kjo botë, më mëso të mos lë pas vetëm gjëra që zotrohen, por një trashëgimni.
që nuk e merr era. Bekoj burrat dhe gratë, fëmijët dhe familjet tona me urtësi, o Zot. Këtë ditë, në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miqtë e mi, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi. Nëse pat që ishte bekim për ju, ndajeni me miqtë tuaj, edhe unë përsëri do të pres t'ju takoj sërish ditën e nesërme në meditimin e radhës. Mos mungoni, ju pres. Zoti me ju.